تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, si që e dini dhe e pam, jem ram e patëm mirësi dhe dhuntin të madhen ta takojmë shejkhun ton, prindin ton, edukuesin ton, el-Allama Abdullah el-Bukhari, hafidhahullah. Dhe sigurisht që një pjesë e madhe e vëllezërve ton të dashur, me gjithat dashuri dhe vrull që kanë dash me taku shejkhun dhe me pa tjetër dëshirojnë edhe të kuptojnë se për çka ka folur shejhu në atë ligjërat djemram. Titulli i ligjëratës që e mbajti Sheikh Abdullah el-Bukhari hafidhahullah ishte Menzilatul Akhlaq fi Sunnatil Mutahhara, që do të thot vlera e moralit në peshorën e sunnetit të pastër. Vlera e moralit në peshorën e sunnetit të pastër. Thot Sheikh Abdullah el-Bukhari hafidhahullah, tema është rreth një çështje të rëndësishme, e cila është morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej çështjeve më të rëndësishme, sepse prej çështjeve më të rëndësishme që ka folur Kur'ani dhe ka ftuar është përmirësimi i moralit. Dhe thot shejhu, dhe kjo përmirësimi i moralit dhe me pas moral të lartë dhe të mirë, kjo është prej shkallave, prej gradave të iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm te ty kërkojmë ndihmë. Është prej shkallave iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, min manazil iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Thot Sheikh Abdullah el-Bukhari hafidhahullah se Ibn Ashur ka thonë morali i mirë është qëllimi i dytë prej qëllimeve të Kur'anit, se Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritur Kur'anin që të përmirësohet gjendja e njerëzve në tërësi, dhe është mëshirë për ta, udhëzim ka ajo që e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Do me thonë, ty ta zbritëm Kur'anin, ne ta zbritëm ty librin si sqarim për çdo gjë dhe udhëzim dhe mëshirë dhe përgëzim për muslimanët. Thot shejhu në vazhdim, qëllimi, synimi më i lartë është përmirësimi i individit në mënyrë individuale dhe në mënyrë kolektive. Përmirësimi individual, qëllimi kryesor është përmirësimi i akidës, i besimit, të përmirësohet besimi, akidja, sepse akidja, besimi është bazë, burimi i moralit, pastaj po ashtu namazi, e kështu më radhë. Se thot shejhu hafidhahullah, dhe Kur'ani na mëson që ti braktisim
që të largohemi prej moraleve të ulta, si që janë gjelozia, mlefi, pakanaqësia dhe të tjerve, aroganca, e kështu me radhë. Se thot shejhu, kurse përmisimi kolektiv realizohet kur realizohet përmisimi individual. Dëgjoni mirë fjalën e shejhut, se përmisimi kolektiv realizohet atëherë kur realizohet përmisimi individual, sepse ato individet janë pjesë e shoqërisë, prandaj e tërë, e gjitha ajo nuk përmisohet për vetëm se nëse përmisohet pjesat e saj. Se qëllimi i Koranit, do më thonë, është që e ka sqaruar sjelljen, etikën, moralin që duhet me pas njeriu. Se thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Do më thonë, libër i bekuar që ta kemi zbritur ty, që të reflektojnë, që të meditojnë rreth ajeteve të tij dhe që të përkujtohen njerëzit që posedojnë logjik, që posedojnë mend. Thot shejhu, Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, qëllimi i parë të Koranit është përmisimi i besimit, i aqides, sepse kjo është shkaku më i madh për përmisimin e njerëzve, e krijesave. Kur përmisohet aqidja, kur përmisohet besimi, atëherë përmisohen njerëzit. Dhe qëllimi i dytë të Koranit është përmisimi i moralit, se Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa innaka la'ala khuluqin azim, dhe me të vërtet ti o Muhammed je me virtyte të mëdha të larta. Innaka ala khuluqin azim. Dhe Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetur për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përgjigjur se morali i tij ishte Kur'ani. Morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Dhe thot Aisha, thot Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, se Aisha radiallahu anha e ka dhënë këtë përgjigje duke pas njohuri madhështore rreth librit të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe po ashtu duke pas njohuri madhështore për burrin të saj sallallahu alaihi wasallam. Edhe gruaja e din burrin në fshehësinë e tij. Ja Abdallah, jo të bëhemi selefi, jo të bëhemi etheri, jo të bëhemi luana, vetëm kur jemi në prani të vëllezërve dhe kur jemi me familjen, atëherë dalim jashtë rregullave të menhexhit selefi dhe jashtë moralit të pejgamberëve dhe të sahabëve dhe të dietarëve. Jo fillimisht familja yte është më parësore, ti trajtojsh me moralin e pejgamberëve dhe sahabëve dhe dietarëve të mëdhej. Dhe pastaj po ashtu edhe vëllezërit dhe njerëzit në përgjithësi, dhe po ashtu edhe kafshët, me i trajtu me drejtësi e jo me padrejtësi. Dhe thot Sheikhu Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lavdruar ata njerëz që duan ta pastrojnë veten e tyre nga moralet e ulta dhe të ligta dhe synojnë për veten e tyre përmisim. Dhe kjo ma kujton, barakallahu fikum, fjalën e shejkhut kur e ka thënë në shpjegimin e 3 parimeve se selefit janë 3 llojesh.
Lloji I parë janë ata të cilat janë edukuar në mesin e dietarëve dhe predietarëve. Dhe lloji I dytë janë ato selefi që kanë qenë musliman por larg islamit të vërtet dhe kuptimit të sakt dhe janë kthy. Allah ka dhënë këtë mirësi që të bëhen selefi. Dhe lloji I tretë janë ato selefi që janë konvertuar në islam. Dhe thotë shejhu se lloji I dytë I selefive, si që ka qenë puna ynë, barakallahu fikum, dhe lloji I tretë kanë shumë nevojë për pastrim dhe për përmirësim. Prandaj nuk duhet neve me na kalu një ditë për vetëm se jena përmisu, jena mundu të përmisohemi. Në lidhje me këtë, se Allahu subhanahu wa taala ka lavdruar ato që synojnë pastrim dhe përmirësim, thot Allahu subhanahu wa taala: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Është I lumtur ai I cili e pastron shpirtin e vet, dhe I humbur është ai I cili e devion. I cili e devion. Ibn Kathiri rahimahullah thot në lidhje me këtë ajet se qëllimi I pastrimit është këtu: pastrimi I nefsit nga moralet të ulta dhe më e rëndësishmja, pastrimi I nefsit nga shirku. Përfundoi fjala Ibn Kathirit. Thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, kur çështja, do më thonë morali I mirë, e ka këtë pozitë dhe këtë vlerë, do të jetë atëherë do flasim për këtë temë dhe për këtë çështje në disa pika. Ato pika janë 5 pika që I përmendi Sheikh Abdul Bukhari. Pika e parë, shkurtimisht e përmbledhura, pastaj shehu fillon me shpjegimin dhe ligjerimin të çdo pikë. Pika e parë është nxitja e Kur'anit për me ustolisur me morale të larta. Pika e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyra ynë. Pika e tretë, shtyllat e moralit të mirë, shtyllat e moralit të mirë dhe shtyllat e moralit të ulët dhe të ligët. Pika e 4, frytet e moralit të mirë. Pika e 5, ndërlidhja mes moralit të mirë dhe akidja e sakt. Ndërlidhja mes, do të thonë, është një lidhje e pak putshme, tha shehu. Është një lidhje mes moralit të mirë dhe akidës, një ndërlidhje pak putshme, se ka disa njerëz që ua kanë bërë vëllezërve tanë të dashur se çështja e moralit qenka e paransishme, sepse në realitet ata vetë nuk kanë cu moral dhe edukat, e si duan të hapin edhe të tjerëve kur vetë nuk kanë edukat dhe moral. Thot shehu, pika e parë, nxitja e Kur'anit për morale të larta dhe të mira. Thot shehu, ai I cili mendon dhe logjikon rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, ka me gjetë shumë shembuj në librin Allahut subhanahu wa taala, ku Allahu taala urdhëron për të stolisen besimtarët me morale të larta. Dhe prej ato fjalët e Allahut subhanahu wa taala është fjala e Allahut: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu ju urdhëron që të veproni me drejtësi. Këta do më thonë janë prej moraleve të larta, barakallahu fikum. Që të veproni me drejtësi, mirësi, e të ndihmoni të afërmve, ta ndaloni moralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën, a ju këshillon që të përkujtoheni. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka
wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Dhe mos e sillni veten tuaj në shkatrim. Mos e sillni veten tuaj në shkatrim, por bëni mirë, por veproni mirë, se Allahu i do bamirësit. Se Allahu i do bamirësit. Dhe Allahu Ta'ala thot: "Wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ata që e shtypin zemrimin, ata që, do të thonë, kjo është për moraleve të larta. Ata që e shtypin zemrimin, u afalin njerëzve. Gjithashtu, është prej moraleve të larta, tu afalish njerëzve. Barakallahu fikum. Dhe thot Allahu Ta'ala në fund se Allahu i do bamirësit. Se Allahu i do bamirësit. Thot Shejhu Shekh Abdullah Bukhari, hafidhahullah, këtu ka një ajet i përfshirshëm në lidhje me moralin të mirë dhe të lartë ndaj njerëzve. Dhe Allahu Ta'ala i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fillimisht në atë ajet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Khudhil 'afu wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Bëhu i matur në sjellje ndaj tyre, urdhëro për vepra të mira dhe shmangu nga gjahilat. Shekh Abdurrahman Es-Sa'di rahimahullah në tefsirin e tij te ky ajet thot shejhu, ky ajet është i gjithëpërfshirshëm në lidhje me moralin e mirë ndaj njerëzve dhe se si duhet të trajtohen njerëzit në bazë të mundësive të tyre dhe në bazë të gradave dhe gjendjeve që i kanë ata, me i trajtu me butësi, si e kërkon gjendja e tyre në të cilin ata po gjenden. Me sjellje të mirë, me të afërmit dhe po ashtu dhe me ata që i ke të largët, po ashtu kërkohet sjellje të mirë, duke i këshilluar, duke i udhëzuar ka më e mira, më e dobishmja për çështjet e fesë dhe të dunjas. Dhe thot shejhu, dhe kush e vendos veten e tij në pozitën e përmirësuesit të njerëzve dhe i urdhëron për të mirën dhe i ndalon nga e keqja, këtu patjetër ka me ndodhur ofendime dhe lëndime dhe sulme nga ignorantët. Prandaj Allahu ka urdhëruar dhe shmangu nga gjahilat, shmangu nga njerëzit e ignorancës dhe mos me i ballafaqu me ignorancë. Do më thonë ignoranti, gjahili, nuk ballafaqohet me ignorancë. Kush të ka sulmuar, kush të ka lënduar me fjalë ose vepra, thot Shejhu Shekh Abdullah Bukhari, ti mos ja kthej me sulm dhe lëndim. Dhe kush të ka privuar nga diçka, ti mos e privon. Do të këta çështje barakallahu fikum kërkojnë jihadun nafs, me luftu nefsin shumë. Ditë e natë që t'u afalish njerëzve, që nëse dikush të ka privuar prej diçka, mos thuaj saj nuk më fkati në akika, nuk më fkati në iftar, edhe unë kur ta boj akikën dhe iftar nuk e fkas. Jo, nuk është qëllimi këtij ti moralit të lartë. Nëse ti ja kthen me të njëjtën atëherë, ajo është rruga e xahilave, jo rruga e njerëzve me morale të larta. Prandaj këto çështje kërkojnë sakrificë. Dhe thot që i ku në vazhdim, dhe kush i ka ndërprer lidhjet me ty, ti mirë mbaj me të, dhe kush t'ka bërë pa drejtësi, ti silu me drejtësi me të. Thot që Abdullah Bukhari, shkurtimisht e përmbledhur,
trajtoj njerëzit ashtu si që do të trajtojnë ata ty. Trajtoj njerëzit, ja Abdullah, ashtu si që dëshiron të trajtojnë ata ty. Pika e dytë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është shembulli i përkryer për besimtarët. Ajo është e qartë, e vendosur, e paluhatshme te njerëzit e hakut, te njerëzit e sidkut, te njerëzit e imanit, se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Ta'ala: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira." Me të vërtet, të i dërguari i Allahut e kini shembullin më të përkryer. Për kën? Për ata që besojnë në takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në ditën e gjykimit, dhe ata që e përmendin e përkujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Shejhu Sheikh Abdul Bukhari, ka thënë Muhammed ibn Ali at-Tirmidhi, se uswa, me qenë shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të përpikt dhe me i lënë të gjitha kundërshtime që janë në kundërshtim me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin ato fjalë ose vepra. Përfundoi fjala e Muhammed ibn Ali at-Tirmidhi rahimahullah. Thot Ibn Kathir rahimahullah, ky ajet është bazë madhështore. Është bazë madhështore për ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fjalët e tij, në veprat e tij, në gjendjet e tij. Ajo është më i miri i krijesave. Është argumenti i Allahut në mesin e krijesave. Është mëshirë për ta. Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi me udhëzim dhe dritë. Ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhunti që njerëzit nuk janë në gjendje ta falenderojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala wa ka bërë detyrë robërve të tij që ta duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rruga për te Allahu subhanahu wa ta'ala. Është rruga dhe peshorja për fjalët dhe veprat e njerëzve që me i daluar, do me thonë, në përmjet rrugës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit të udhëzimit nga ato të devijuarit. Do me thonë, mësoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do kuptojsh se sa devijanta ka në mesin e shqiptarve, sidomos ata që e quajnë vetën hoxhallar, që pretendojnë se n'ka mësu këtu këndej dhe andej dhe flasin pa dije dhe me ignorancë. Por kur do e kuptojsh këtë? Kur ta kuptojsh, kur ta njohish sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, njerëzit e kanë për detyrë ta pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është i pagabueshëm. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka mbrojt, e ka ruajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej gabimeve. Thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili
urdhrat e Allahut më së miri i zbatonte dhe që ndronte larg nga çdo lloj mëkatit dhe moralit të ulët. Prandaj dhe e tha Aisha radhiyallahu anha fjalën se morali i tij ishte Kur'ani, se morali i tij ishte Kur'ani. Vazhdon shehu dhe thot, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e donte atë që e do Allahu subhanahu wa taala dhe urrente atë gjë që urrente Allahu subhanahu wa taala me fjalë dhe me vepra. Ibn Kathiri rahimahullah thot në lidhje me fjalën e Aishës radhiyallahu anha se morali i tij ishte Kur'ani, thot Ibn Kathiri rahimahullah, ustolis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me moralin e Kur'anit, duke ja përveçuar vetës virtytet të larta dhe duke i praktisur karakteret e tij të natyrës së tij. Dëgjoni mirë ja ibadallah, dëgjoni mirë dhe reflektoni. I përveçonte pejgamberi alayhi salatu wasallam virtytet të larta që ishin në librin e Allahut subhanahu wa taala dhe i praktiste, i çrënjoste karakteret e tij të natyrës së tij. E çdo gjë do të thonë që urdhëronte Allahu subhanahu wa taala edhe e vepronte, dhe çdo gjë që e ndalonte e praktiste. Kjo është edukate Allahu subhanahu wa taala për to. Do më thonë duhet ato gjanat që i kemi pas në të kaluaran para udhëzimit, duhet të filloj ti çrënjos, ti luftoj, ti përmisoj, të largohem, e jo ata karaktere të ulta, tu amvesh petkun e islamit, petkun e selefizmit dhe me pretendu pastaj, me pretendu se këta gjana janë prej islamit dhe prej sunetit, kurse islami dhe suneti janë të pastra, e sidomos kur rjedhin në qeshje të tilla prej njerëz që pretendojnë se kanë mësuar me vite të tëra te dietarët dhe në Medinë. Ato morale të larta që ka edukuar Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishin, si për shembull, turpi, trimëria, bujaria, durimi, butësia dhe çdo karakter i bukur, dhe çdo karakter i bukur. Enes ibn Malik radiyallahu anhu thot, i shërbeva pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për 10 vjet. Asnjëherë për ato 10 vite nuk më tha uf, dhe nuk më tha për diçka që e kam bërë pse e ke bërë, ose për diçka që se kam bërë pse nuk e bënë. Ishte njeriu me moralin më të mirë, nuk kam prekur asnjë mendafsh që ishte më i butë se dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe as nuk kam nuhatur as një misk dhe as një parfum që ishte më i këndshëm se gjersa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni sahabët ridwanullahi alaihim se çfarë dashuri kanë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si mundohen me përpikshmëri me marr moralin e tij, edukatën e tij. Prandaj kjo kërkon udhtim, kjo kërkon sakrifikim të dunjas, se nuk bashkohen ja ibadallah, nuk bashkohet dunjaja me ahiretin. Janë dy çështje të kundërta, janë dy çështje të kundërta. Gjithashtu Imam el-Bukhari transmeton nga El-Bara radiyallahu anhu, ku tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte ftyrën më të bukur, moralin më të mirë, ftyrën më të bukur dhe moralin më të mirë.
Pika e tretë që përmendi shejhu jon Sheikh Abdul Bukhari, shtyllat e moralit të mirë dhe po ashtu shtyllat e moralit të ulët. Këtu e përmendi fjalën e Ibn Qayyimit në Madarij as-Salikin, ku thot Ibnul Qayyim rahimahullah, ky mjeshtër i madh, ky talent i jashtëzakonshëm, thot Ibnul Qayyim, e tërë feja është moral, sjellje. Kush ta kalon në moral, të ka kaluar në fe. Kush të ka kaluar në moral, të ka kaluar në fe. Pastaj përmendi Ibnul Qayyim rahimahullah shtyllat e moralit të mirë. Dhe thot Ibnul Qayyim se morali i mirë qëndron ose ndërtohet mbi 4 shtylla. Ata janë: shtylla e parë, durimi; shtylla e dytë, dëlirësia, pastërtia; shtylla e tretë, trimëria; shtylla e katërt, drejtësia. Thot shejhu se ka thënë Ibnul Qayyim rahimullah, durimi, sabri e bën njeriun ta kontrollojnë veten dhe ta mbaj veten nën kontroll, sepse ndodh, shikoni domethënë këto vlerësime të këtyre imamllarëve, sepse ndodh që ai të sillet, domethënë me moral të mirë kur është i qetë, por nëse hub durimin, atëre shfaq domethënë po shfaq morale domethënë të ulta, morale domethënë të ulta. Dhe thot shejhu sa i përket sabrit, që njeriu duhet m'ia përvetësu vetës, me stoliz veten me kët moral të lartë, durimin, sabrin, sepse sabrin, thot shejhu hafidhahullah, nëse njeriu vritet duke bë sabër, është biidhnillahi taala shahid. E nëse jeton dhe ka bë sabër, ka me jetu një jetë i një njeriu të nderuar me krenari. Thot shejhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, është e kërkuar prej neve me bo sabër në hak, do më thënë në rrugën e drejtë, në të vërtetën, me bo sabër. Dhe thot shejhu, e jo të durojsh në kotësi, jo të durojsh do më thënë në devim, në batil, por duro në hak. Dhe kështu ishte Imam Ahmedi rahimahullah. Duroj, ishte durimtar në një sprov shumë të ashpër, por me gjithat sprov dhe rreziqet që i pati, nuk vdesi në atë sprov, duke qenë durimtar, por kështu vazhdoj me jetu, por jetoj krenar. Ai është imam i ehli sunnetit dhe xhamatit me drejtësi. Sabri, thot shejhu Sheikh Abdul Bukhari, sabri e bën njeriun që me mbajt vetën, që me shtyp zemrimin dhe mos me bë dëm, dhe të sillen me butësi, dhe mos me qenë me ndjelet, dhe mos me vepru me nxitje, me nxitu, por me qenë i matur. Shtylla e dytë e moralit të mirë, shejhu tha, dëlirësia. Në fakt është fjala e Ibnul Qayyimit rahimahullah. Thot Ibnul Qayyim se dëlirësia e pengon njeriu nga moralet të ulta dhe të ligta prej fjalëve dhe veprave, dhe bën njeriu me qenë i turpshëm, me pas turp. Dhe ky morali i turpit llogaritet barakallahu fikum në mesin e moraleve dhe virtyteve, llogaritet si kuror
është kurora e moralit të lartë. Barakallahu fikum. Sepse ky moral i lartë sot njerëzit e kufrit dhe shirkut dhe devijimit mundohen t'u çrënjosin muslimanëve dhe fëmijëve të muslimanëve këtë moral të lartë, që mos me pas turp, bile në Zvicër edhe vende tjera të kufrit u thonë njerëzve është turp me pas turp. Kështu thonë ata, është turp me pas turp. Duan të ta heqin turpin, që t'jetojsh si kafsh, që mos dish kufi, mos me pas turp para prindit, para njerëzve, para vetës dhe fillimisht në radhën e parë, para Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse thot Sheikhu Sheikh Abdullah Bukhari, ky moral, kjo virtyt, turpi, është kurorja në mesin e virtytave të larta. Po ashtu thot Sheikhu, se dëlërsia e pengon njeriu nga imoraliteti, e pengon, e ndalon, e largon njeriu nga imoraliteti, nga kopracia, nga gënjeshtrat, prej gibetit dhe ennemima, transmetimi i fjalëve. Se thot Sheikhu në vazhdim, se disa njerëz nuk munden të përmbajnë gojën e tyre, e as ta mbyllin, e sheh qohet në mëngjes dhe shkon në gjumë, duke transportuar vetëm fjalë, duke mbarë vetëm fjalë në mesin e njerëzve, me qëllim të shkatrimit dhe prishjes. Qëllimi është me shkatru dhe me prish. Morali ose shtylla e tretë prej shtyllave të moralit të mirë, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, trimëria, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, e bën njeriu që me nderuaj veten e tij, me respektu veten e tij dhe me e shtyp zemrimin, sepse kur njeriu kur është i fuqishëm, atëherë gjatë zemrimit nuk din me kontrollu veten e tij. Kurse ai i cili është trim i vërtet, sipas kuptimit të Islamit, ai edhe në raste kur ka fuqi, nuk i tejkalon kufit. Pastaj shtylla e katër, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, drejtësia. Drejtësia, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, çon njeriu ti përmbahet rrugës mesatare. As mos me tepru e as mos me tejkalu. Nëse të bën dikush pa drejtësi, ti mos i bë atij pa drejtësi. Thot Sheikhu, dhe zanafilla e të gjithë moraleve të larta kthehen te këto katër shtylla. Të gjitha moralet të larta, të mira, virtytet të larta kthehen tek këto katër shtylla. Dhe në anën tjetër, në anën e kundërt, e kemi moralin të ulët, morali i keq, dhe zanafilla i moralit të keq shëndron po ashtu në katër shtylla ose katër cilësi. E para është gjehli, ignoranca, e dyta dhulmi, padrejtësia, e treta është epshi. Epshi është prej moraleve të ulta dhe e çon njeriu po ashtu në morale tjera të ulta. Dhe e katërta është zemërimi. Thot Sheikhu në vazhdim, se ignoranti ose ignoranca dhe ignoranti ja shfaqin njeriut veprën e mirë si të keqe.
dhe të keqen si të mirë, dhe të përkryerën si të mangët, dhe e mangëta si e përkryer. Do më thonë ke ky njeri, si shkaku ignorancës, ka ndryshu peshorët. E mira e duket e keqe, dhe e keqe e mirë, e përkryera e mangët, dhe e mangja i duket e përkryer. E gjitha kjo si pasojë të ignorancës. Shtylla e dytë e moralit të ulët, padrejtësia. Padrejtësia e bën ta vendos një gjë jo në vendin e duhur. Si për shembull, thot Shekhu Hafidhahullah, zemrohet në një situatë kur kërkohet prej tij të jetë i kënaqur, i lumtur. Dhe bën, do të thonë padrejtësia e bën të jetë të kënaqur kur duhet me shfaq zemrim. Do të thonë e kundërta ajo që kërkohet. Dhe bëhet koprac kur kërkohet të jetë bujar. Bëhet koprac kur kërkohet të jetë bujar. Dhe jep atëherë kur duhet të jetë i kujdesshëm. E gjitha kjo si pasojë të padrejtësisë. Dhe Allahu Teala ka thonë për shirkun, inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtet shirku është padrejtësi e madhe. Pse? Sepse thot Shejhu Sheikh Abdul Buhari, sepse e ka bërë ibadetin jo ku duhet. Sepse e ka bërë ibadetin jo ku duhet, jo në vendin e duhur, duke adhuruar dikën tjetër posa Allahun subhanahu wa taala. Dhe vazhdon Ibn Qayyim rahimahullah dhe thot, padrejtësia e bën njeriu që të bëhet i butë kur kërkohet të jetë i ashpër, dhe bëhet i ashpër kur duhet të jetë i butë, bëhet krenar kur duhet të jetë modest, dhe bëhet modest kur duhet me shfaq krenari. E gjitha kjo si pasojë do më thonë e padrejtësisë. Barakallahu fikum. Pastaj shtylla e tretë e moralit të ulët është epshi, ëndjet. Është epshi dhe ëndjet e bën njeriu të jetë lakmitar, e bën njeriu të jetë koprac, e bën njeriu me ec pas dunjas. Shahwatul mal. Ajo është thonë epshi ëndjet pas pasurisë. Dhe edhe nëse është në pyetje, te i kalimi i kufive, si pasojë e epshit. Shtylla e katër prej moraleve të ulta, zemrimi. Zemrimi e çon në armiqësi, në xhelozi, në mllef dhe mendjelehtësi. Do të shkaku i zemrimit bëhet mendjelet, bëhet njeri mllefosur dhe xhelos dhe armiqësohet me njerëzit me pa vend. Thot Shejhu Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, mes dy moraleve të ulta qëndron morali i lartë. Do thonë çdo herë ka mesatare. Edhe këtu, edhe në lidhje me moralin të lartë, çka ekziston rruga mesatare. Mes dy moraleve të ulta qëndron morali i lartë. Si për shembull thot Sheikhu, modestia. Ajo është mes padrejtësisë dhe poshtrimit. Modestia është mes padrejtësisë dhe poshtrimit. Dhe thot Shejhu, dhe kur nefsi, kur njeriu do më thonë del nga mesatarja, atëherë pa tjetër kamerate njëra pre atyrve dyve. Do thonë në çdo lloj aspekt, kur del jashtë mesatarës, atëherë përfundon ose në neglizhencë, ose në teprim. Dhe thot Shejhu Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas morale të larta. Dhe thot,
pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë u dërgova ti përsos moralet të larta, moralet të mira. Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu thot, kur dëgjova, kur e mora vesh lajmin se është shfaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, i thash vllajt tem, shko te ai njeri dhe shiko çka thot, për çka i thirr njerëzit, sepse ai ka thënë dhe pretendon se i vjen lajmi nga qielli. Atëherë vllai Abu Dharrit radiallahu anhu thot, shkova dhe e takova pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe kur u ktheva më pyeti Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, çka fliste ai njeri, për çka thirrte ai njeri? Atëherë i thash, ka thirrur tek mekarimul akhlaq, te moralet e larta, me pas moral të lartë. Pastaj thot Shekhu Abdul Bukhari hafidhahullah, morali i mirë është sebeb, është shkak që me fitu robin dashurinë e Allahut. Morali i mirë është shkak që robi me fitu dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu ta'ala ka urdhëruar për moralet të larta. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, min ahabbil ibadi ila Allah, ose ka thënë men ahabbal ibadi ila Allah ya Rasulullah, atëherë është përgjigjur sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Do më thonë, kush janë robërit më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala? Është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që e kanë moralin më të përsosur, ata që e kanë moralin më të përkryer. E dyta, morali i mirë është shkak, është sebeb për me hy robi në xhennet. Që me hy robi do më thonë në xhennet. Dhe kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është ajo që i fut njerëzit më së shumti në xhennet. Është përgjigjur sallallahu alaihi wasallam, taqwa Allah, takfalloku, dhe morali i mirë. Dhe morali i mirë. Gjithashtu, morali i mirë, morali i lartë, është shkak, sebeb për dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe afërsia me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Bukhariu e transmeton në sahihun e tij se është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është më i dashurit e ty ja Rasulullah? Ka thënë ai me moralin më të mirë, me moralin më të përkryer. Dhe po ashtu është pyetur, kush është më i dashurit e ty, o i dërguari i Allahut, dhe më i afërti? Ka thënë në ditën e Kiametit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e ka moralin më të mirë, më të përsosur. Dhe gjithashtu, barakallahu fikum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni mirë ja ibadallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i luteshte Allahut me udhëzu ka moralet e mira dhe me largu prej moraleve të këqija. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prijesi, zotria e bijave të Ademit, imami i profetëve, i luteshte Allahu subhanahu wa ta'ala për moral të mirë dhe me largu prej moraleve të ulta. Duhet ta pyesim në veten tonë, kur e kemi lutur Allahun subhanahu wa ta'ala me na dhënë moral të mirë dhe me na larguar prej moraleve të ulta. Gjithashtu, morali i mirë është shkak
që peshorja t'i rëndësohet, t'jetë ma e rëndë ditën e kiametit, si është përmendur në një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ajo që peshon më së shumti ditën e kiametit është morali i mirë, është morali i mirë. Pika e 5 dhe e fundit është ajo pikë që u përmend në fillim, lidhja mes moralit të mirë, të lartë dhe akidës dhe besimit. Thot shehu, është lidhje e fortë, lidhje që nuk ndahet nga njëra tjetra, sepse shpesh herë përmendet në librin e Allahut subhanahu wa taala imani, besimi dhe amelu salih dhe veprat e mira. Dhe thot shehu se pa dyshim se në amelu salih, në veprat e mira, hyn morali i mirë, hyn përfshihet morali i mirë. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush beson, do të thonë men kana yu'min, kush ka iman në Allahun subhanahu wa taala dhe në ditën e gjykimit, atëherë le të flas fjalë të mira ose le të hesh. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, le ta nderoj musafirin e tij. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Ai i cili beson në Allahun, ka iman në Allahun dhe në ditën e kiametit, le të mos i bëj pa drejtësi, kujshiut vet. Dhe në fund të ligjëratës, gati ka fundi, shehu përmendi se imamlarët e sunnetit, imamlarët aimmatus salaf, imamlarët e selefit kanë folë dhe kanë përpilluar rreth moralit, sikurse dy imamët, Imam Bukhari, Imam Muslim në sahihet e tyre, dhe po ashtu ashabu sunan si An-Nasai wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Abu Dawud, në ato libra madhështore kanë folur dhe kanë trajtuar këtë çështje të madhe, këtë mesele të madhe, e cila është morali i lartë. Dhe gjithashtu edhe ka pas prej dietarëve që kanë shkruar libra do më thonë të tëra, vetëm për moralin të lartë, E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala me na bërë neve për njerëzve që kanë morale të Koranit, dhe lusë Allahun subhanahu wa ta'ala me na larguar për çdo moral të ulët. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.